4 vjet si president, 0 përveç atyre punës së dokumentave që mori në rezidencën e vet në Mar-a-Lago. Pra është persekucion nga drejtësia. Drejtësia amerikane po persekuton apo? Nuk zgjidhet fakti juridik, dëgjoj, nuk zgjidhet fakti juridik me precedent historik ose mediatik. Jo, më fal. Është arsye. Jo, I sekondë se nuk kemi as sistem që zgjidhin procesin gjyqësor me analogji. Një sekondë se do të dëgjoj apo jo, më nuk kemi dot si precedent. Jashtë kontekstit. Dëgjoj mua të ta jap dimën. Drejtësia amerikane jashtë kontekstit nuk vlen. Drejtësia amerikane jemi dy sisteme të kundërt. Je civil law Ore po ta themi sistemet kundërt, ti civil law me common law. Meqense se do të futesh në pjesë. Parimi i drejtësisë është i njëjtë më burr. Janë dy sisteme të ndryshme. S'ka të bëjë sistemi, ka bëj parimi. Sepse atje vlen precedenti. Dhe po të ishte sistem common law, po thoshim precedenti një vendi mik, po na vlen ne. Ktu është sistemi civil law ku krijohet çdo çështje re, është interpretim normal. Mos u ndal te skeleti. Tani zoti Trump i ka bërë një proces të mëdha politik. Ta përfundoi se jashtë logjike juridike. Tani jashtë logjike juridike. Tani më fal. Jashtë logjikës juridike ta përfundoi. Sistemi i drejtësisë në Amerikë apo jo? Kaq më thuj. Se kështu është. Jashtë logjikës juridike. Po ma thuaj, është kam apo jo? Ore, kur del dielli, s'po them dielli është i bukur apo shëntuar. O del dielli, ti më respekto, tash dëgjoj, ta përfundoj. Po, e bën të mirë, e përfundove arsyetimin apo jo? E morën vesh, nuk e neutralizon dot vërtetën. Tash dëgjoj mua. Po s'ka çfarë neutralizon. Çështja këtu qëndron që kemi dy krah. Njëri krah ju jeni absolutist. Ju jeni absolutist. Po mirë, pa mbledha po. Njerëzit nuk mund duhet të jenë absolutist, më dëgjoj mua. Njëri krah është interesi. Montesquieu ka frikë nga vota e qytetarëve. Njëri krah ishte njëri që kishte frikë nga vota e qytetarëve dhe nga vota e njerëzve të thjeshtë. Po, besoj që ti je shef këtë gjë. Ja, shoqë që të kemi këtu që ndalon vota e qytetarëve. Ti besoj që je me këtë parim. Tani më dëgjoj mua. Se ishte parim elitist. Janë dy krah. Njëri krah është interesi publik, dhe njëri krah është interesi i atyre që shpërdorojnë detyrën dhe që kanë pushtetin. Unë nuk mendoj që ne kemi arritur atë standard aq të madh ligjor, social, shoqëror, ku miq janë garantuar të drejtat qytetarëve thjesht, po kemi arritur deri aty sa mund të bësh edhe kurthe zyrtarëve të lartë. Edhe këto kurthe a bën në sistemi drejtësisë. Këto pasaj, këto hyjnë në konspiracion. Këto po të ishte debat, ke njerëz tjerë që mund të bësh debat, dalin për media, shkojmë ata në studio dhe diskutojmë për konspiracion. I dhe përgjigje një pyetje që bëre vet. Unë po flas për faktin. Ti dhe përgjigje pyetje që bëre vet. Fakti është që aty ka akuza që krijojnë dyshim të arsyeshëm. E para. Shumë dakord me këtë pjesë. E dyta herë vihet që cilësia e punimeve nuk përkon me cilësinë e specifikimeve teknike që janë dokumente standarde të tenderit, megjithëse do gjuhën juridike. Dhe tre, kostoja e tyre. Po të marrësh kontratat e ngjashme të lidhura qoftë në vende etnike, qoftë në rajon, qoftë në Europë, është me çmime shumë më të larta. Me që do të bëjmë krahasime këtu me precedentin, mos u merr me Trumpin, ka akuza dhe çai bën sistemi drejtësisë, po merru me interesin tënd se pagon dhe taksat ti dhe familjarët e tuaj, që këto taksa që ti pagon, e cilësia e punimeve janë njësoj. Nëse Rama jep autorizimin në datë 23, ka kosto kjo për do prodhojnë më kosto kjo për Ramën si Ore, për Ramën Redej janë prodhuar, më fal, për Ramën janë prodhuar kosto që në momentin që 8% e bashkëpunëtorëve më të afër sot janë akuz. Jo, kjo është... Sajmi Tahiri, ministri i brendshëm, Merion Velia, kryetar bashkie, Arben Ahmetaj, ministër financës, vendës kryeministër, Belinda Balluku, ministër infrastrukturës energjetike, vendës kryeministër, Angela Gaxhi, sekretari i përgjithshëm. Dakor, a mund të prodhoj krizë? Gisa Gasi, mik i afërt, bashkëpunëtor i afërt, mik familjar. Çfarë të them shumë tash? A mund të prodhoj krizë brenda mazhorancës lëshimi i Ballukut. Që nuk ka kosto elektorale, pra gjitha kjo kosto. Po, pse nuk përthen kosto elektorale? Kjo është problem. Tjetër, a mund t'i prodhoj krizë brenda? Kjo pastaj është kulturore. A mund t'i prodhoj krizë brenda është pyetja. Pra, a mundet Balluku që nëse në datë 23 Rama Fjaraven jep autorizimin SPAK-ut, a mundet që Balluku t'i prodhoj një krizë kësaj mazhorance me numra? E vetmja krizë mund të prodhoj Balluku që ose bëhet penditë dhe bashkëpunon me strukturat e drejtësisë. Që nuk ndodh kurrë. E di pse? Se deri tani, nëse ka defekt SPAK-u, është problemi i sekuestrimit të pasurive. Një njeri ku shkon akuzë penale, është mentaliteti është konstrukti i njeriu që bën sjellje deviante, vendos ose do sakrifikojë pasurinë ose lirinë. Ka nga ata i sakrifikojnë pasurinë për të fituar lirinë, ka nga ata i sakrifikojnë lirinë për pasurinë. Këta asisë synuar të pasuria, dënimet i kanë tuta. Duhet të themi që duke pas parasysh se tashmë është një praktikë e SPAK-ut, që në gjitha procedimet që kemi tashmë, kemi të bëjmë edhe me hetime pasurore. I cili faktikisht i thelluar edhe për rastin Balluku, kjo është zyrtare, pra nuk është politikisht nga SPAK.
Kështu që këtu do shikojmë pastaj sepse normalisht, siç e tha dhe Marsiti, këtu nuk është vetëm thjesht po themi në kuptimin e pasojave penale në kuptimin e lirisë, por shqiptarët edhe në kuptimin e interesit publik do duhet të dinë ku kanë shkuar dhe kush i ka përvetësuar paratë e qytetarëve ka drejt përparimi. Po, kjo edhe këtu nuk kjo drejtësi, qoftë edhe me SPAK apo me super SPAK e tjera, nuk i ka dhënë akoma përgjigje kësaj situate. Po, vetëm ato sekuestrime që bëhen, nuk i kemi dhënë përgjigje akoma. Nuk i ka dhënë, sepse duhet kuptojmë që sa më të mëdhaja janë abuzimet ose përvetësimet në shifra, aq më sofistikuar ka qenë fsheja e tyre. Nuk bëhet fjalë për ato budallëqet e opozitës 300 apartamente ku di krimi intelektual, por bëhet fjalë për kalimet shrumave të mëdha. Për shembull, një rast tek dosja Balluku që për një nga lotet e Tiranës, një shifër rreth 3 milion dollar apo euro, është bler një parking diku në London, është bler një parking dhe pastaj aty është krijuar një shoqëri këtu, aty është një shoqëri tjetër që ja ka shitur asaj dhe është regjistruar në një offshore. Pastaj një shruma të mëdha parash janë kthyer në kriptovaluta dhe prandaj amerikanët kanë hapur një sektor enkas dhe shumë të fuqishëm. Ky është shqetësimi vërtet, ky puna e pasurive, po kur vjen puna edhe te krimi organizuar, por sidomos te politika, duke e ditur që do vi kjo ditë dhe sidomos 3-4 vitet e fundit kanë tjetërsuar pasurira, kanë shqitur çfarë kanë patur për të shqitur këtu dhe i kanë tjetërsuar duke i kaluar jashtë vendit apo në për guask pas guaske, jo vetëm në për offshore, po dhe këtu në Shqipëri, domethënë prestonome pas prestonome, dërohet emri 3-4 herë i pronarit të asaj pasurie dhe kjo e ka vështirësuar shumë këtë hetim që neve faktikisht dhe vetë SPAK-u e ka pranuar Dumani në periudhën e vet, por përgjithsisht gjithë prokuroritë shqiptare, gjithë drejtësia shqiptare kur vjen puna tek tani po ndeshet kur vjen puna te hetimi financiar dhe i pasurive apo i fshehjes së pasurive, i transaksioneve, shitje blerëve etj, nuk kemi zero përvojë. Aq sa që ka patur nevojë edhe për ekspert, domethënë deri tani, dhe jo më kot. Zoti Dumani u caktua pikërisht të drejtojë sektorin e jashtëm për 2 arsye. Për arsyen e mirëbesimit që ka krijuar me amerikanët, por dhe me europianët për krimin e organizuar shqiptar i cili është kthyer në transatlantik, domethënë dhe përtej oqeanit me Amerikën qendrore, veriore apo jugore dhe Europën, por dhe veçanërisht për këtë. Duhet ta dini që është shumë e vështirë të vi një letër porosie, dhe gjithë shtetet në Europë madje kanë këtë problemin e pasurisë, në Belgjik, në Hollandë kryet veprimtari miliardëshe me trafikun e kokainës dhe kur vjen puna që dëmtohet shteti belg apo holandez dhe ata kanë dhe disa parime duan ta nxjerrin drejtësinë jek e jek, mos japin taksa paguesit, të kthejnë mbrapsht nga dëmi që bën krimi apo korrupsioni, dhe kanë parim në drejtësi shumë shtete dhe duhet ta ketë dhe Shqipëria pavarësisht se SPAK-u, pavarësisht nga kjo mangësi, SPAK-u është e vetmja ndërmarrje publike fitim prurse, redi. Duhet ta kuptojmë dhe këtë. Po të mbledhësh gjithë shpenzimet e SPAK-ut dhe rrogat e prokurorëve me gjithë sekuestrimet e mangëta që ka bërë deri tani, me gjithë asetet që ka bërë tani, është e vetmja ndërmarrje, gjitha ndërmarrjet e tjera na nxjerrin me humbjen edhe. Gjitha ministrit, madje edhe pasaportat që kushtojnë 5 euro dhe na i shesin 60 euro, ja kanë lënë koncesionarit edhe fitimin nuk e merr shteti shqiptar. Dhe shumë gjëra të tjera. Edhe e vetmja ndërmarrje që mbahet me paratë e taksapaguesve shqiptar është SPAK-u dhe GKK-ja që është me fitim tani. Çështja është kjo, që këto pasuri tani nëse nuk të ndihmojnë dhe janë duke ndihmuar, nuk ka vend të botë dhe ndërpreva tek Belgjika, Hollanda apo Gjermania që në një bankë të Zvicrës post të futën amerikanët nuk çan dot. Marsiti ka një koment. Unë kam komentin, unë kam një koment në lidhje me diskurin që Gjon Apoli në një aspekt. Po të futën amerikanët nuk çan dot. Ti shikoje çfarë ndihmë po na japin me Dubai.
po na japin një ndihmë të jashtëzakonshme. Po sepse ka një element shumë të rëndësishëm ata që është siguria. Siguria, problemi këtu është, meqense se më nxiti pak përparimi me drejt, kur tha që pavarësisht gjithë kostove që i shkakton shteti shqiptar Rama prap fiton. Dhe ka drejt. Unë do të them se për mua Rama ka fibër turët politike, dëgjoj. Prap fiton, po, që të futemi këtu, vetëm regjia, atë foton e Ramës në Washington se sapo ma solli një mik i cili tha jam brenda afateve poli. Kam thënë do jetë në Washington dhe faktikisht në Washington është. Po. Jo basti nuk është, e di unë kush mik ta ka sjell ty. Ka thënë do jetë në shpinë e bardhë. Zoti Muça. Kur të sjell po. E di se është kjo puna poli. E di se është kjo puna se nuk duhet të kundërshtoj. Është një sot sikur thua ti po bën dasëm, po s'po bën shtëpi. Edhe në këtë çuar lokal. Tashi. Jo më jo, po fi. Unë të kam ftuar ti më thua, po pse po bën dasëm në lokal? Unë dua në shtëpi, po desha. Poli problemi, shiko, ka një kontradiktë. Vetëm një pyetje kam, ka drejt përparimin për ty. Se me të drejtë thoni që Amerika po e ndihmon SPAK-un, po godet krimin, po kur vjen puna e Edi Rama, dihet që është përgjegjësi i gjithë këtyre gjërave. Si ka mundësi që Edi Rama shalatin tyre nuk ka shprehur kur kundër, se këtu ka një paradoks. Kush? Nga qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për qëndrimit. Se po bën një takim, po aty është dhe Lukashenko. Jo në rast, jo. Lukashenko nuk është, po. Nuk ka qenë tek ai grupimi që thoshte ja tashmë do me helikopter do marrë nga kryeministria do ashtu vetë. Se Ragnaroku ka janë 12 vite që pritet tu mos po ndodh. Ndihmën e Ramës për arrestimin. Redi do them një propagandën. Do them një episod. I ngref njerëzit sikur Rama nuk guxon të kalojë oqeanin, kur në fakt është lideri i tyre që se kalon dot. Dhe nga ana tjetër kemi propagandën e Edi Ramës që thotë dhe në parlament do më presin me limuzin, do shkojnë në shpinë e bardhë, u përcistin nga inati, që në fakt të dyja janë propaganda të tepruara për trush për larësit militantët e tyre dhe për përdorim të brendshëm. Sepse e vërteta? Kush është e vërteta? Po e vërteta është që po bëhet një forum në një institut strategjik i ftuar nga Trumpi që do mbaj fjalim, do mbaj dhe Rama, do mbaj 25 veta fjalim atje për gazën, që duhet edhe të kontribojnë të mbledhin një 5 miliard, dhe vetëm për gazën. Dhe ti s'ke një sinjal për Edi Ramën bilateral me Amerikanët. Një sinjal bilateral, jo me Amerikanët, po as me Europianët. Ty të bë qeveria e Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara, Departamenti i Shtetit të uron specifikisht kryeministrin, qeverin, bashkëpunim. Ty të krijohet qeveria këtu dhe ai uron popullin shqiptar. Ty të bëhet pavarësia. Ty të bëhet pavarësia, të bëhet festa e pavarësisë në Kosovë 18 vjetorit dhe uron Trumpi presidenten këtu. Këtu të bëhet pavarësia dhe ty të zënë në gojë krimin organizuar dhe SPAK-un. Në urimin e pavarësisë, Poli, ja kjo është diferenca. Ta gjojmë pak Arbrin se ka i koment. Arbër, si... Shiko, mua më kujtohet së fundmi lexova kujtimet e Petra Marcos intervistë me vetveten dhe flet për diasporën kryesore që ka patur Shqipëria në vitet 38-40 në Paris. Dhe ata mbidheshin që nga figura kryesore Mithat Frashëri, Valteri, Beqir Valteri, etj. Mbidheshin atje, madje ja kam thënë Alit Valterit, nipit të tij, disa episode shumë interesante gjishin te libri. Dhe mbidheshin çdo ditë, gati për 10 vjeçare dhe mbidheshin dhe bënin plane çfarë do të bënin kur të rrëzonin mbretin Zog. Njëri kishte lidhje me serbët, njëri kishte lidhje me italianët, njëri me francezët, njëri mezi shtynte ditën se s'kishte para. Dhe prisin tani që të vinte një nga jashtë rrëzonte. Dikush priste të vinte francezi, italiani dikush tjetër se Shqipëria ka naftë dhe në fund fare dihet historia që Zogu iku vet. Dhe as këta nuk erdhën dot në pushtet. Që do thot, unë besoj dhe fatmirësisht zoti Berisha reflektoi në deklaratat e tij të parafundit që ka thënë që nuk duhet të presim nga faktorët ndërkombëtar që të ndryshojë skena politike. Pra Partia Demokratike e ka pranuar që sido që të jenë raportet që asnjë na duhet. Si? Një dorë na duhet. Po Partia Demokratike e pranoi vetë. Zoti Berisha tha me ndërkombëtarët, tha me amerikanë mos prisni tha të ndryshojë situata politike në Shqipëri. Që do të thotë, raportet ndërkombëtare, diplomacia nuk është statike. Ndodh një situatë emergjente, ndodh një iniciativë e cila vjen si një rrufe në qiell të hapur nga presidenti Trump dhe i duhen numrat. Te numrat kush hyn?
hyn vendet problematike, se të numrat kur ti mendon të bësh një bord, siç është bordi i paqes, që nuk është për gazën, se po li thash për gazën, bordi i paqes është diçka që shkon synohet të shkojë përtej, synohet të zëvendësoj OKB-n. Thelbi i administratës amerikane është të bëjë një organizëm që të zëvendësojë OKB-n, sepse sipas administratës Trump dhe me të drejtë OKB-ja i ka humbur shumë funksione të saj, nuk mbyll dot as konfliktet më periferike. Të kthehemi dhe këtu. Washington. Dhe duke qenë që ka dinamika të tilla, jemi përballë një situate që Trump i duhet Shqipëria dhe i duhet ai që është kryeminist, çon si ka emri, që të jetë një numër në ato që mund të jenë 200 vende që i duhen atij që të quhet ekuivalenti i OKB-s. Dhe Rama ja ku është? Ja ku është? Po jep dorën. Çfarë do thotë kjo? Si ta lexojmë këtë Arbër? E para, unë nuk është se jam të ata njerëz që e shikojnë me një eufori të jashtëzakonshme, si mund ta shikojnë ata që janë militant partie, sepse në fund të ditës është një vlerësim që Trump dhe administrata amerikane i bën Shqipërisë. Ajo është një ftesë që do të shkonte kujdo që të ishte në krye të vendit. Dakor. Por është Rama i shkon atij. Çfarë do të thotë? Është një gjë pozitive për Shqipërinë, edhe pse jemi në një organizëm që është në një fazë embrionale. Pra ne nuk e dim si do shkojë kjo iniciativë. Kjo mund të shuhet, mund të ketë progres, ne nuk e dim. Mua më kujtohet pjesa që ka të bëjë me luftën që ka bërë Shtetet Bashkuara të Amerikës në Afganistan dhe në Irak. Edhe kur u baj koalicion, shumë vende të rëndësishme nuk ju bashkuan nga Europa. Ju bashkuan më pas, përveç Britanisë. Dhe nuk ju bashkuan dhe çfarë Shtetet Bashkuara të Amerikës i duhej koalicion. Pra, presidenti i atëhershëm, koalicioni antiterror. Nuk George Bush i meriti Ramës në rastin konkret. Jo, po ta them. George Bush atëherë i duheshin sa më shumë numra që quhej koalicion, se po ta bënte vetëm Amerika nuk quhej. Dhe mori edhe Shqipërinë me ushtrinë e saj të rrezikosur në atë periudhë kohe dhe vajtën edhe ushtar shqiptar në Irak dhe në Afganistan. Do të thënë ti Arbër, po thua që ai Rama është numrator topi aty. S'po them numrator topi më. Vende si Shqipëria kanë një peshë simbolike. Po pra po dakord këtë po them. Është pesha simbolike. Ka lidhje kjo sepse janë vende që e Ramës me janë vende që nuk paguajnë një. Pra nuk paguajnë Shqipëria. Rama është një lider i Shqipëria global. Si? Nuk e kuptova. Nuk ka lidhje kjo që Rama është një njeri shumë i fuqishëm, lider global. Tani nëse ti më thua Trump e ka marrë se është i fuqishëm tani, besoj se e ke prall që e ke për socialistët, do të marrësh audiencën të PS-ja. Do tani jemi dakord bashkë që do të marrësh klikimet e PS-ja më duket se s'ka mundësi. Është mbushës. Po unë besoj që me aq eksperiencë kemi ne dy, s'kemi nevojë të themi disa gjëra se kuptohemi. Po nëse do ta saksosh, dakord. Do saksojmë, nuk ka problem. Jam shumë dakord, po sikur i zbutur një çik me zotin Rama. Unë kështu kam qenë gjithmonë Poli, por unë i qendroj parimit. Ti s'më ke lënë asnjëherë, më ke detyruar të jem në pozita shumë boce. Pra, ta mbaroj, edhe mbarova. Pra Shqipëria dhe vende si Kosova janë vende që kanë një peshë simbolike në këto organizma. Por në fund të ditës Rama është politikan. Qofse ne i themi politikani që ka vite në skenën politike, gati do shkojë 30 vjet për 2-3 vite, ti thua që pse po e përdor politikisht dhe kjo nuk shkon.